Selam aleikum, Aga Hoxh. Më ka vdekur një nga familja që 9 muaj dhe asë një sekond nuk më hiqet nga mendja. Aleikum salam wa rahmetullah. Ngushëllime për familjarin tuaj. Ajo që të këshilloj është që me bo sa më shumë lutje për to. Lutje Allahun e lartësuar që ta falë, ta mëshiroj, ta bëj për i banorëve të xhenetit. Lutja pra i arrin inshallah, i arrin shpërblimi. Po ashtu, sa të kish mundësi, qoftë edhe pak, jep lëmosh për shpirtin e tij ose për shpirtin e saj. Jep lëmosh. Dhe lutë Allahun e lartësuar, pra 2 gjëra, lutje edhe sadaka. Këto 2 inshallah i arrin të vdekurit. Qoftë edhe pak, jep lëmosh. Lutë Allahun e lartësuar më pas që o Zot fale, o Zot mëshiroje, o Zot bëja varrin kopësht prej kopshteve të xhenetit. E lut Allahun e lartësuar që t'ju jap durim. Dhe t'ua mundësoj që të bashkoheni me to në xhenet. Amin.